Mirëmëngjes të gjithëve. Mirë se erdhët në Villa 24. Mirëmëngjes Kati. Mirëmëngjes. Sa herë kemi thënë mirëmëngjes deri tani? Njëra 3 duhet të jetë kjo. Po mirë, shiko. Atëherë le të themi anvisave mirëmëngjes dhe t'ju urojmë një ditë bukur dhe një javë të mbarë dhe t'i ftojmë këtu te këndioni gatimit përpara recetat që do përcjellim për ato sot. Dhe çfarë do të bëjmë neve sot? Sot do të bëjmë një lakron me kungull. Tani themi kungull dhe kemi thënë dhe herë tjetër, po hajde me qenë se ashtu e mendova që ta bëj këtë lakronin faktikisht sepse bëhet shumë i mirë, i shpejt, i shijshëm, edhe i shëndetshëm është faktikisht edhe ekonomik. Që do të kemi kungull, do të kemi 3 lugë oriz. Mund të përdorni miell, mund të përdorni edhe oriz, por orizi i shkon më shumë dhe i bëhet shumë më mirë, domethënë kjo recetë dhe shumë e shijshme. Gjithashtu do të përdor 1 filxhan çaj pana, gjysmë filxhan çaj qumësht, 4 kogra vezë, krip, piper, po doni armoskati. Pra këto janë dhe përbërësit edhe pak vaj, do me thënë për të lyer edhe tava, po për t'i hedhur edhe në sipërfaqe. Nëse nuk do të keni panë pastiçeri, do me thënë ose kuzhinë pana, sigurisht do të përdorni më tepër qumësht dhe do të shtoni gjalp, copsa gjalpi në pjesën e sipërme, sepse kur kemi këto, do me thënë është ajo që themi me bulmet, me vezë, me këto gjëra, i shkon o gjalp o pana, sepse ç'është pana është një gjalp, do me thënë i paharritur tek faza e gjalpit. Qumësht me atë yndyrën e tepër. I përpunuar, po. Dhe do të bëjmë edhe një, me qënë se thash me këto gjëra, hajde të bëjmë edhe një ëmbëlsirë, ta fillojmë me ëmbëlsirë. Një qumështor, po jo ai tradicionali, do të bëhet, me qënë se kam pasur këto petët, ashtu si që mund të merrni dhe juve 1 kilogram petë në te kompania Neranzi dhe mund të bëni një byrek, mund të bëni një ëmbëlsirë tjetër, por sigurisht nga ato që të ngelen dhe ato që do të jenë më të thërmuara, sepse ne i duam të thërmuara edhe të thata, do t'i bëjmë një qumështor që do t'a bëjmë me këto petët, të cilat do t'i përgatisim duke i spërkatur me gjalp dhe të vendosim në furrë, sepse them me qumështor me petë të pjekura, që do t'japin shumë shije gjalpi kur do të vendosen, do me thëmë, për të pjekur në furrë, dhe do të bëjmë një krem mund të themi ne pastiçeri, por ky kremi është një krem që unë e kam menduar ta bëj me 2 lugë niseshte, 2 lugë miell ermik, që në vend të miellit ermik mund të përdorni dhe një miell të zakonshëm, ose njërin ose tjetrën, por sigurisht që do të keni dhe 2 lugë niseshte. Tani për sheqerin mund të përdorni vetëm sheqer, mund të përdorni sheqer edhe mjalt. Sigurisht që edhe shije tjetër, por edhe vlerat të tjera dhe ulim pak atë dozën e sheqerit. Gjithashtu këtu do të përdorim qumësht, 1,5 litër qumësht për këto 2 masa që ju thash 2 lugë dhe 2 lugë, vanile dhe 4 të verdha veze. Këto janë përbërësit për të përgatitur këtë, si thua, kremin e qumështorit. Tani, në fund fare, unë kam menduar dhe juve nëse ju gjenden në shtëpi, sigurisht e sjell pak më ndryshe nga i qumështori tradicional, mund të përdorni ara të thërmuara, mund të përdorni bajame në fletza, mund të përdorni akoma edhe këtë fistikun, që tek Neranzi e gjeni të grirë të vogël, e gjeni kështu të gatshëm, do me thënë që s'ke nevojë edhe për të edhe një majë skrip te pjesa e kësaj kremit. Ja, unë kam vendosur qumshin ashtu që ta kem të ngrohtë, ndërkohë kam vendosur edhe gjalpin që të më shkret, por do filloj me recetën e parë për ta vendosur në furrë, sepse kjo nuk është se do atë kohën. Këte do të bëhet kremi, këte do të piqen petat edhe një bashkim në fund fare dhe bëhet shumë shpejt. Atëherë kaloj këtu unë duke ndrojmë krahët dhe fillojmë me njëherë nga puna me 2 recetat e kësaj dite të hënë dhe puna do të nisë me, sigurisht pasi kemi grirë kungullin, se disa procese pune janë bërë përpara. Kungulli grihet në rende, pra në një mjetë tjetër që mund të keni në shtëpi, të lutem Anila, më duhet ajo gëshëra. Cila nga ngjyrat? Këtë duash ti. Ngjyra e preferuar ajo. Po me që këtë kam parë që përdor më shpesh, tash ndoshta është më praktike. Se e ke vënë që në kuzhinë ndonjëherë mësohesh me të njëjtat pajisje, edhe pse mund ta kesh plot kuzhinën, dora të shkon po tek ajo thik, po tek ajo gërshër, sepse je mësuar. Po, meqense do t'i bashkoj këtu, do ta laj këtë orizin këtu te kjo ena e madhe. Nuk ka nevojë për të shtuar lëngje të tjera ujë, sepse kungulli përmban ujë, kështu që nuk ka nevoj zihet orizi me ujin e kungullit dhe sigurisht edhe me qumshin. Kaq 3 lugë, nuk duhet më tepër, për këto masa që neve ju tham.
Të oriz tani unë dua që ta laj. Okej, ti laje, ndërkohë më kujtoj pak se ku i gjeni ju të gjitha përbërësit që kemi sot në kuzhinën tonë. Që nga frutat e thata, nga petët gjithashtu, nga niseshtja e mistrit, nga si migdali apo mielli ermik, sheqeri, pana, qumshti, ëmbël, mjalti, aroma të ndryshme si vanilja që do të përdorim sot, orizi gjithashtu, erzat, vaju lirit dhe pafund produktet të tjera, përmenda këto me qenë se i kemi pjesë të recetave tona të kësaj dite të hënë, por nëse ju shkoni tek dyqanet Neranzi, në të gjitha lagjet e Tiranës ndodhet një tabelë e tillë, sigurisht Neranzi ndodhet në të gjithë Shqipërinë sepse siç ne e themi gjithmonë dhe slogani i tij është i tillë, janë gjithmonë një hap përpara, do të zbuloni pafund produkte fantastike, me sigurinë maksimale ushqimore, me vlerat më të mira dhe ndër markat ekskluzive që i gjeni vetëm tek Neranzi. Kështu që edhe ne këtu jemi pafund të kënaqur që e kemi pjesë të kuzhinës son, na jep dorë për receta të reja, na jep mundësi të krijojmë, të përshtatemi traditës, por edhe recetave të ndryshme, si ato aziatike që kemi gatuar javën e kaluar dhe këto eksperimentet në kuzhinë gjithmonë janë të këndshme në fakt, sepse her pas here kemi nevojë të provojmë edhe shije të reja. Sigurisht, një në aqe në kaq kemi nevojë, jo gjithmonë, sepse ç'është e vërteta, neve jemi të bazuar gjithmonë në traditën tonë, në kulturën tonë. Dhe është mirë që kjo të ngelet brez pas brezi. Prandaj dhe ne i sjellim dhe i risjellim, duke ngacmuar nga pak, por si bazë aty shkojmë përsëri. Atëherë, kemi orizin që e kemi bërë gati, këtu tani unë do të përdor thash një filxhan pana, të cilën e hapim edhe këtë. Një filxhan me pana. Besoj do na e marri kjo. E merë. Po. Çdo shtosh tjetër aty. Edhe gjysëm qumësht. Okej. Ne që kam aty qumshtin. Qumshtin e kemi këtu. Një filxhan pana, një filxhan qumësht. Kungulli i grirë në rende, 3 lugë oriz, dhe kështu, puna ka nisur, duhet një dorë këtu. Ja se hapëm. Edhe furrën shoqe e kemi të ngrohur. Ta bëjmë të qumshin tjetër, se një e kam hedhur ati 1 litër, po aty në duhet edhe gjysmë litër për të përgatitur atë beshë. Që do të jashtojmë nga kjo që sa po hapëm, okej. Atëherë hedhim edhe këtë gjysmë. E kemi gati, tani këtu do të shtojmë edhe vezët, do të shtojmë edhe orizin, do të shtojmë edhe një majës krip. Tani krip varet sipas dëshirës, jo një majës, sepse është i kripur, lakror i kripur. Mbaruam punë edhe me vezët. Të shtojmë edhe orizin. E lava këtu se mendova se do t'a ktheja këtu, po e shikoj që është mjaftueshëm. Ta zëj. Orizi duhet larë mirë, derisa të nxjerrë atë ujin e bardhë. Faktikisht, orizi është një nga, si thua, produktet që është pa gluten, në qoftë se neve e lajmë mirë dhe heqim atë pjesën, do me thënë derisa uji të bardhet, të zbardhet. Kështu që këtë lloj recete mund ta konsumojnë dhe ata që kanë, do me thënë, probleme me glutenin. Po, por gjithashtu personat që realisht janë të detyruar të ndjekin një dietë totalisht pa gluten apo gluten free, siç e përcaktojnë her pas here edhe produktet ushqimore, të tilla i gjeni tek Neranzi dhe nuk keni nevojë të mendoni nëse ja kam larguar apo jo, nëse është e duhur apo jo, sepse janë posaçërisht për personat që duhet të respektojnë një dietë të kësaj natyre për shkak të problemeve që i shkakton gluteni në organizëm. Shtojmë kripën. Tani të shtojmë edhe kripën, ja se po e marr me këtë që të besoj se është mjaftueshëm, nuk e dua. Madje hodhe më shumë se s'duhet, zakonisht e kap me gishtëri. Jo, po dëgjoj, e kemi të kripur, këtu se kemi të ëmbël. Kështu që doja pak. Kështu që e do pak, sepse nuk do të shtojmë djathë e kështu gjërash, e kemi vetëm kështu, asnjë gjë tjetër. Ajo që dua të shtoj akoma është do shtoj pak vaj këtu dhe pak vaj aty tek pjesa. Ku do ta shtrojmë? Okej. Edhe këtu te tava. E përzim.
edhim në tavë, kemi ngrohur furën përpara një temperaturë 200 gradë dhe do ta lëmë të bëhet për 35-40 minuta dhe do ta kemi gati. Dashka, goxha kopjekjeje? Po, edhe pse është i lëngshëm. Po pra. Me që ato duhet të lidhen të gjithë produktit bashkë, kemi vezën që duhet të gatuhet, gjithmonë në furë, koha e zgjatjes është më shumë se sa mund të përgatisim gjërat në po edhe gjërat do me thënë dhe gatimet që të bëhen të mira, e kam thënë dhe herë tjetër, mirë është që të ruajnë do me thënë atë kohën e zgjatjes në temperaturë të ullët të bëhen sa më mirë. Që të gatuhen gradualisht. Tani këto të gjithë këto do t'i qajmë në lavaman, tavën do t'a vendosim në furë. Vaj. Hajtë se po i bëjmë shumë. Dhe kur ti të vendosësh tavën në furë, ne së bashku shohim në ekran recetat. Gati është. Gati, kështu duhet jetë pamja e tavës, do të qëndrojë në furë për rreth 35-40 minuta, receta e plot tani në ekran për të parë edhe një herë të gjithë përbërësit që na duhen për të përgatitur lakror papet me kunguj të njohur. Na duhen 4 kunguj, 3 lug oriz, 4 vez, 1 filxhan pana, gjysmë filxhani qumësht, 4 lug vaj dhe 1 lug krip. Pra recet ideale për të nisur javën kjo, se e dim që e hëna është pak dembele kështu nga natyra, kemi gatuar pak më shumë gjatë fundjavës, duam receta të thjeshta, të shpejta për të realizuar, kështu që këtë lakrorin mund ta bëni edhe kur ktheheni nga puna. Nuk donte më shumë se 10 minuta. Në recetë shpejt, ajo që do të më pëlqente përsëri që të bëjnë, domethënë meqense neve kemi dhënë ide për punën e këtyre thjeshtave të kuqe, një supë të shpejt vetëm me thjerza, me një lugë këtë mix erzash që neve përdorim domethënë këtu në studion tonë. Edhe do me thënë i vendosim gjëzin, vaj dhe asnjë gjë tjetër. Bëhet një supë shumë e mirë dhe shumë e shishme. S'keni nevojë të shtoni asnjë gjë. Keni edhe këtë lakrorin, edhe nuk ka nevojë të shtoni një karrotë, një patatë. Kemi bërë edhe ashtu, por në këtë mënyrë dhe në fund fare pastaj servirni ose me një lugë djathë të shkrirë, ose konsumoni edhe me pak djathë dhe me një lugë uthull dhe rigon. Një lugë uthull rigon, bëhet një supë shumë e mirë, shumë e shishme, e shëndetshme dhe tani për këto virozat është e nga so me thënë një gatim shumë i mirë për të gjithë. Edhe për të ngrohur. Shohim edhe recetën e dytë. Tani do të nisim fillojmë nga puna për pak për të gatuar qumështor me petë të pjekura me gjalp e krem. Na duhen gjysmë pako peta për ëmbëlsira, 100 gram gjalp për kremin, 1.5 litër qumësht, gjysmë filxhani sheqer, 3 lug mjalt, 4 të verdha vezësh, 2 lug miell ermik ose miell si migdal, 2 lug miseshte, 1 lug gjalp të freskët, 1 pako vanilje, krip, arra të thërmuara, fistik ose petëza bajamesh. Kjo është receta e qumështorit. Nëse do të kemi kohë deri në përfundim, do të sjellim dhe një recet të thjesht që është një omlet. Por këto do ta shohim si do të jemi me kohën, gjithsesi ne po e sjellim në ekran se cilët janë përbërësit dhe në vazhdimsi do të shohim nëse do të sjellim këtë recet të thjesht, pse jo, që mund të jetë edhe vakt, apo jo, duke qenë se ka dhe spinaqin, ka i qepët brënda. Na duhen të bardhat e vezve, tërshër, spinaq, bishta qepësh, krip dhe piper. Kjo është receta e tretë që ne do të sjellim sot nga këndi i gatimit në Villa 24, por tani le t'i kthehemi qumështorit, meqense ka disa faza përgatitjeje dhe ka nisur me ndarjen e petëve, prerjen e petëve më saktë, meqense edhe procesi po bëhet me gërshër, nuk na duhen të rregullta, na duhen të ndara në fije. Të çrregullta, kështu sa më të çrregullta, edhe sigurisht që këtu kemi nevojë për pak gjalp, se gjalpi do t'i pjeki, gjalpi do t'u japi shije, edhe do të na bëj të veçantë dhe shumë të shishëm, domethënë qumështorin, sepse këto pastaj pasi do të piqen dhe do të jenë trajt, domethënë atë ngjyrën e arrit, do t'i lëmë të qetësojnë dhe do t'i thërmojmë me dorë që të jenë të thërmuara. Edhe bëhen shumë të mira edhe të shishme. Tani gjalpin pasi e kemi të shkrirë, ta edhe me një lugë. Dojnë qik gjalp, sepse thash edhe një herë që gjalpi është ai që do t'i shkriferoj, do t'i shijoj. Kështu që nuk e kursejmë në këtë lloj recete.
Do me thënë kjo receta është perfekte nëse në ndodhë që në janë tharë petët, pra kemi marrë ato paketimin e madhë që gjejmë tek në ratë prej 1 kilogramësh. Do shta edhe mund të prishen. Po, nëse i lëmë shumë se shduhet i harrojmë jashtë, nuk i hedhim, ja i kthejmë në një recetë që në fakt i do të thata petët, nuk i do. Dhe do të thërmohen si doj që tjetë për të gatuar, për të përgatitur. Tani, ajo që ngelet, bëni edhe me dorë, me thënë, ja t'i bëjmë edhe me dorë, faktikisht, sepse që është e vërteta... Që të kalojnë më mirë gjalpi. Ajo do t'i pjeki gjalpi, dhe të kalojnë, dhe me thënë, në të gjithë pjesët e petëve. Kjo të piken sa më mirë, dhe me thënë, dhe të shkrifarojnë dhe të shijojnë, si thash pak më përpara. Nuk është shumë gjalp, që është e vërteta, sepse edhe u shkria si masë është situatë 80 dhe 100 gram. Se nuk është që neve do të haj një person këta, kjo do jetë një situatë që mështor që do shta 10-12 racione, edhe më shumë. Dali, në? Po, bra. Sa i nda racione të jo gati? Nga një luk se cili thua ti, nga një luk, po shiko gjithë kjo tavë njëherë, pasta kjo do mbushet me kremin, po kremi dhe njëri dhe tjetëri që do ven, shu që është goxha. Të mendojmë që do shtojmë edhe kremin edhe këto. Tani, shplej pak duar. Po sigurisht, në lajmëduar dhe vazhdojmë me pjesën tjetër. Do përpiqemi që ta çojmë deri diku në pjesën e parë dhe më pas kur të kthehemi ta përfundojmë si recetë, por e rëndësishme është t'i vëmë përpara të gjitha që të mos na mbeten pa përfunduar. Po, në furrë shumë pak, duhet jemi të kujdesshëm se mund të na thahen shpejt. Po, do t'i kemi kujdes, do me thënë 15 minuta, e duan edhe pse është... E duan tha? Po. Edhe është mirë që t'i pjekim 180-200 gradë, do me thënë varen nga lloji i furrave, që mos t'i bëjmë në atë temperaturën e lartë, që të përcëllohen nga lartë edhe të ngelen në... Dua që të piken në mënyrë të njëtrajshme, do thënë, komplet, të jenë të pjekura, jo të përcëlluara. Prandaj është ajo temperatura në 180 gradë, ndoshta me erë, ndoshta dhe me atë si thua pjekjen lartë poshtë. Tani hekim dhe nëse kemi kohën dhe mundësin, do të fillojmë me njëherë për të përgatitur edhe kremin. Po, kemi kohë për të përgatitur edhe kremin. Nëse se plotësojmë komplet, por ta fillojmë të paktën. Do e nisim dhe pastaj do ta... Të lutem Anila të tenxherën, sepse... Të duhet tenxherja, apo ta ndez? Tenxherën, jo, ta marr ta bëj këtë më mirë, se kemi dhe qumshtin këtu. Edhe sobën e pas këtë ndezur. E kam dhe ndezur dhe sobën, edhe kam të ngrohtë. Atëherë, si do filloj puna për kremin? Fillimisht, tu do me thënë, do të vendosim pjesën e qumshit, tu kam 1 litër e gjysmë, do të shtojmë edhe një gotë nga kjo, këtu qumshi. E thamë që do të në duhet a përdorim. Që do të thotë, fillojmë një seshten, do t'i hedh direktu në tenxhere, që të mos marren tjetër, sepse kam vendosur qumshin atje, shu që do të marrim 2 lugë një seshte, do t'i shikojmë, do t'i tregojmë këtu direkt. Edhe 2 lugë nga mielli që e kemi të mbyllur, kështu që ndërkohë po e hap, dhe po ta bëj gati. Ja, 1, 2. Faleminderit, Anila. Të lutem, po që s'ka në ketë mbyllur ende. S'ka gjë se jo do ta hapim tani direkt. Thash që nëse nuk keni këtë miell, mund të përdorni një miell të zakonshëm. 2 lugë. E vendosim këtë brenda. E mbajta qumshin e ftohtë, sepse më duhet që të hedh për të shkrirë, do me thënë, pjesën e një seshtes, edhe të miellit. Pra tretjen e bëjmë në qumësh të ftohtë. E për në një tenxhere, mund të bëni edhe në një filxhan, në një enë tjetër, po s'ka pse të prishim shumë enë, është mjaftueshëm këtu, se kisha një tel, po të marrë. Që të duhet? Jo, telin, po s'ka gjëndë, një nga këto, rafset e vezve. Kemi edhe më të madh, po s'ka gjë tani mora këtë të vogli. Duhet tretur shumë mirë kjo. Tu do të hedhim edhe sheqerin.
Edhe e mjaltin, Anila, të lutem, po, kam e kemi të ri? E kemi të ri dhe mjaltin. Që në kam mjalt lulesh. I kemi të gjitha të reja. Sheqer kam hapur dhe nga kjo tjetra, s'ka gje kam këtu sepse kisha matur që mos ta edha aty se ngjitet nga jo, pra hedhim edhe sheqerin, që mund të hidhet sheqeri dhe gjysma tek pjesa e qumshit, po s'ka problemi, hedhim të gjitha në një vend, i trazojmë edhe... Sa mire ka aromën këj luleve? Këtu kam 4 të verdha vezë dhe nga kjo kam marrë shkas, do me thënë, nga të bardhat e vezëve që ngelen, kam marrë shkas që të përgatisin një omlet që mund të bëni edhe herë tjetër nëse përdoni të verdhat e vezëve në ndonjë lloj recete, që ngelen dhe i përgatisni i bëni një omlet, një gjë që nuk... Përzim edhe këto, do hedhim edhe mjaltin, do ta lë vanilen edhe gjalpin që ta hedhim në momentin e fundit, ndërkohë që më është ngrohur. Këto të dy janë vanilje, edhe pluhur, edhe në formë të lëngshme. Do ta hedhim në momentin e fundit. Edhe gjalpin, më falni, gjalpin, mjaltin dhe vaniljen do ta hedhim në momentin e fundit. Ti heq këto, marr një rafse në formë pudre apo kristal, edhe në variantin e lëngshëm. Dhe po lexoja tek kjo shishe e vogël, që interesant është fakti që është pa alkohol, sepse shpesh aromat e ndryshme në fakt që përdoren edhe për ëmbëlsira kanë dhe një përqindje të vogël të alkoolit, shpesh për ta forcuar aromën dhe shpesh për t'i bërë pak më rezistente, por kjo shishja nuk ka as pak përqindje alkooli, ndaj e bën një produkt të shëndetshëm në mënyrë të veçantë kur gatuajmë dhe për fëmijët, që mirë është mos ketë as edhe një pikë alkool, pavarësisht se ne mendojmë se do të trete, do të avulloj. Ndaj në Ranzi na sjell produkte të shëndetshme. Kati. Pak temperaturën, se... Mendoj se... Kati, u mendoj që duhet i nxjerrim, apo duhet thahen ato, tërsisht? Jo, ato do piken, akoma duan të qëndrojnë. Sa ta qoj? 100, 150? Qojtë 150, se kemi kohën, mjaftueshëm, me thënë që të ashtu, ndoshta neve nuk do arrim që të... Se do arri koha që të bëhe, do me thënë, jo, mirë, kemi pjesën e dytë të plot, kështu që me to do merreme. Tani fillojmë me ta kem të ngrohtë qumshin, këtu i përzjeva mirë këto përbërësit të gjitha, të verdhat, sheqerin, mielin, niseshten, dhe lam që do të shtojmë pjesën tjetër të qumshit, dhe ajo që do t'jetë në fund fare, do t'jetë një lugë gjalp të freskët, do të shtojmë dhe 3 lugë mjallë, sepse kemi hedhur më pak pjesën e sheqerit, dhe do të shtojmë edhe vanilje. Dhe thash që nëse nuk keni mjalt, mund ta bëni vetëm me sheqer. Dhe do të shtoni pak më tepër sheqerin. Ata i kontrolloni. Mirë është që mos ta bëni shumë të ëmbël. Tani kanë filluar që ëmbëlsinat mos t'i teprojmë në ëmbëlsi. Dhe do t'i shtoni edhe një majë skrip. Nuk ka nevojë që t'jenë shumë të ëmbla që të djegin në gojë, do me thënë në momentin kur i konsumojmë. Të jetë sheqeri aq sa duhet. Mjaltin e kemi për në fund. Ja, tani hedhim edhe pjesën tjetër të qumshit. Dhe e përzim sa ajo të na bëhe, do me thënë, një krem. Në momentin kur fillon dhe rëndohet pjesa e telit, atëherë fillon, do me thënë, të krijohen ato flluzkat e para, e tërheqim. Shtojmë edhe pjesën, do me thënë, të vaniljes edhe të gjalpit edhe të mjaltit, dhe kemi gati pasaj kremin, që të bëjmë atë si thuash bashkimin me petët. Do të shikoni, bëhet shumë i mirë dhe bëhet një qumështor, krejt ndryshe nga i qumështori tradicional, por shumë i mirë dhe shumë i shishëm. Her pasere mundohemi që duke patur bazën të qumështor, do me thënë, të kremit, ta sillim në mënyrë tjetër. Kati, nëse ne duhet ja shtojmë tani të gjitha këto, apo kur të kthehemi, si mendon? Jo, nuk ka nevojë ato mund të shtojnë, thash që shtojnë edhe në momentin e fundit, edhe nëse neve mund të shkoputemi, do t'i presim anvisat këtu, që t'ua tregojmë, do me thënë, në momentin e fundit se çfarë do të shtojmë te pjesa e kremit. Nuk pëson asnjë gjë se i ngrohtë do jetë. Ndaj të pyeta, se thash mos duhet në moment dhe na prishë struktura. Jo, nuk ka. Ne do t'i lëmë gjërat këtu ku jemi. Filloj që të pikse tani, madje kam mbajtur pak qumësh këtu rezervë. Këta shikoj në momentin që fillon, do me thënë, të mpikset edhe e te kalon mpiksjen, sepse kjo varet edhe nga
ato masat që hedhim të miellit edhe të një seshtes, mund ta kemi lugën të mbushur plot, mund ta kemi do me thënë që nuk është mbushur aq sa duhet, se lugë është ajo. Kështu që ju i shikoni këto gjëra, mbani pak qumësht të rezervë, nëse i shikoni që ajo është ngurtësuar shumë, e shtoni, nëse shikoni që e keni fiks, do me thëni keni hedhur ato lugët tamam ashtu siç duhet. Mirë, të gjitha këto, edhe të tjera, do t'i përsërisim e do të sillim informacione shtesë, kur të kthehemi edhe t'i vijojmë të dyja recetat. Ju qëndroni me News 24, pas pak do të keni edhe fleshin informativ të orës 9:30 në kuzhinë me Katerinën, kthehemi pas pak minutash. Jemi rikthyer në studio përsëri në këndin ton të gatimit, aty ku kemi nisur të gatuajmë që në fillim të Vila 24 për këtë ditë të hënë, një javë të mbarë të gjithëve për ju që po na ndiqni tani dhe s'na keni parë nga fillimi. Kemi gati 2 receta të nisura, të cilat do t'i përfundojmë tani. Njëra është në furrë dhe po bëhet gati për të dalë. Shumë mirë. Tjetrën? Na thret, hajde sot më hiqni. Hajde se po digjem. Ja ku është, kemi bërë një lakror me kunguj, me pana, me qumësh, shumë të shishëm, të cilën e kemi bërë me përbërës të thjesht, me produkte në ranxhi, në pak minuta, dreka jonë për sot është gati. Dhe ja. Është gati. Dhe duket shumë. Aroma ndihet me njëherë sa po ka dalë nga furra. Një aromë shumë të mirë. Shumë të mirë ka. Dhe ju të dashuran, visa që të ndjeni këta aromën që neve po ndjeni këtu në studio, pregatiteni në shpinë. Provojeni. Provojeni, shumë pak gjëra do. Po është e thjesht fare, edhe kohë do pak. Edhe kohë pak, por ka shumë shije, me thënë drejtën dhe diçka e lehtë. Është një, si thua, një gatim shumë i lehtë. Tani, Ua, në të njëjtën kohë. Pas kemi të njëjtën mendje. Tani. Qumështori t'i kthehemi. Të dashuran, visa neve thamë që do të përgatisim një qumështor, 1,5 litër qumësht, 2 lugë, një seshte, 2 lugë, kam hedhur miell, ermik, si migdali, si mund ta themi ndryshe, sepse kështu gjendet tek kompania në ranxhi. Dhe nëse nuk keni miell si migdali ose miell ermik si e themi neve ndryshe, mund të shtoni 2 lugë një seshte, 2 lugë miell, miell i zakonshëm për çdo lloj përdorimi. Gjithashtu kam hedhur gjysmë filxhanën sheqer, sepse do të shtoj këtu edhe 3 lugë mjalt. Nëse ju ndodhet mjalt, mund të shtoni. Nëse jo, bëjni, do me thënë duke shtuar edhe pak 1-2 lugë më tepër sheqer, jo shumë, mos e rëndoni. Atë që thash pak më përpara, mos e rëndoni me pjesën e sheqerit. Neve tani ngelemi këtu që të shtojmë 1 lugë gjalp, pasi kemi edhe 4 të verdha veze, le të them një ta përfundoj. Do me thënë dhe 4 të verdha veze, përzijem me një gotë të qumësh që kisha mbajtur më njanë të ftohtë, përzijem të sheqerin, të verdhat e vezëve, një seshten edhe miellin ermik. Pastaj kishim vendosur një tenxhere ku kishim ngrohur qumshin më përpara, i shtuam brenda duke e përzirë dhe siç e shikoni tani na u bën një krem. Ajo që ngele tani këtu te kremi është që do të shtojmë mjaltin. Dhe do të shtojmë edhe një lugë gjalp edhe vanilen. Okej. Pra, tani është pjesa e... Edhe pas ka një aromë të mirë ky mjalti. Po, sepse është mjalt lulesh, edhe ndihet edhe aroma e tij. Ndërkohë, çfarë kemi bërë ne me petët? Ta afroj këtë tavën në momentin e fundit ta spërkas ashtu. Po. Të edhe vanilen unë tani të shtoj edhe... Shkoj një pak si ngjajnë petët e pjekura? Pra, petët janë coptuar, janë shkriftuar me duar dhe janë spërkatur me gjalp, më thuaj. Vanile lëng, jo, thash shtova nga ky, më thënë vanile lëng, të shtojmë edhe një lugë gjalp. Okej. E përzi, e kemi të nxehtë tani. E gjalpi do të shkri me njëherë, do të tretet. Nuk i kemi atë merakun, do me thënë që ta lëmë që të ftoj të ullë temperaturën dhe pastaj të bëjmë atë bashkimin, jo. Sepse do të tregoj tani me njëherë, pasit më shkri edhe gjalpi. Dhe për mjaltin hodha rreth 2 lugë, se edhe pak mbante luga dhe kështu, sepse dua pak në fund fare, do me thënë që ti bëj atë, si tuash, një spërkatje përfundimtare me në qik mjalt. U shkri dhe e kemi gati. Po. Tani këto petët, pasi i nxjerrim nga furra, shikoni, duhet të thërmoni kështu.
Edhe kush i ndihmon që thërmohen kështu, ai gjalpi që neve hodhëm. Dhe kush do t'i japi shijen, gjalpi që neve hodhëm. Prandaj tham që do t'ja bëni kështu dhe do t'bëjnë shumë të mira edhe të shishme petët, edhe qumështori. Pra është një qumështor krejt ndryshe. Fillojmë fillimisht. Nuk ka nevoj thash edhe një kjo t'ule temperatura. Fillojmë me një herë tani. Ta afroj këtu të ke mundësi dhe të fokusohet. Aroma e vaniljes është për hapur. Thërmoni mirë petët, mos të ngelen kështu copza. Të jenë të shkriforuara mirë. Bëhet një mbërsi shumë e mirë dhe shumë e shishme. Tani Anila të lutem, a ke mundësi tia që të ma hedhësh atë kremin, mo zemër? Po si s'ka mundësi o? Kodo rion? Ja, me këtë, ose me atë lugën, ose me një garuzhde, si ta kishtë më kollaj. Me garuzhde më mirë, se ajo do të një mirë, se na merë më shumë. Po. Sa si garuzhdja. Ja, do të heqe dhe këto mos të të... Tani, do më thua është ti si ta hedhë? Kremin do të hedhësh kështu. Do të përhapësh. Si hedhim beshamelin në pasticjo, referotu ashtu. Se do të bëjmë shtresa. Ta bëj një shtres të plotu, në thua ti? Po, hedhi një shtres. Sa të marrit, edhe anash ashtu. Do hedhim prap nga kjo. Sa të mire ka aroman. Edhe kremi është bëri mirë. Dhe të thema në visave që kremin e duam kështu mos jetë, ato masat që unë ju thash, ashtu do bëni juve. Pra 2 lugë si migdal, ase miksit të do një quajni, 2 lugë një seshte. Edhe 1 litër e gjysëm qumësht. Tani thash që i mbajmë pak qumësht në fund fare, nuk e hedhim të plot. Për të parë, do me thëmë për të parë atë trashësin. Ja, si që shikoni, në regull, Anila. Po, faleminderit. Të luta. Ja, hedhim pra. Do me thëmë, të logarisim edhe një shtres tjetër dhe jemi në regull. Shtresa përfundimtare do jetë me krem, apo me pet? Me krem. Do me thëmë, hedhim kremin. Sa të edhës tani, se ka ashtu. Do hedhim me petët, pasaj do hedhim edhe nga këto frutat e thata që tha, mund të përdorim mara, mund të përdorim. Edhe, shiko tani, mund të hedhim edhe këtu tani frutat të thata. Ta bëjmë një shtres, po pra, që kur ta... Ta hedhim, po që të këshiohet edhe brënda. Tani me që kam fistikët këshu. Fistikët do, ato do. I kam, do me thëmë që i kam gati. Bëjmë një shtres. Jo ta teprojmë. Ja. Tani hedhim dhe petët. Po, edhe kremin e fundit. Edhe kremin e fundit dhe përfundojmë pastaj me fistik. Tani do ta hedhim me luk që të marim dhe ansoret e tenxheres që s'na i kap garuzhdja. E lëni të qetësohet. Edhe kur ta prisni pastaj për ta serviru, ç'të hani. Do ju pëlqej jashtëzakonisht shumë. Është një qumështor krejt ndryshe. Nga del kja që shifen qeka? Oj, sa të dali, s'ka problem, sa jo ka marrë brënda. Ja, hedhë këshu pak këtu, pak aty dhe po nga te proj pastaj. Mos u mërzit Anila, sa të marri, sepse pjesën tjetër, ne thamë që do hedhim dhe frutat të thata. Mos u shqetëso. Jo, thjesht do atjetë një trajsh. Do të fshim dhe anët me këshu. Mora pet. Ska gjë, mos mërzitesh asë. Qarë, unë thash do nga te pronte në 100 krem, ta kishim më ngrën me luk, po. Të nga duket edhe pjesa e kremit, të duket edhe petët, mos jetë mbuluar. Nuk është e thënë të jetë gjithë. Jo. është më mirë që të duken të dyja. Ka më pak, këta ansoret këtu. More bërë ti të lumshin duart e arta. Thua, s'po ma mbush syrin më kjo puna ime sot. Për kështu të kam ti, unë e di unë, prandaj edhe të them që hidhes, e di që ja. Shumë i mirë është bërë kremi. Po është bërë kremi mirë dhe kjo do bëhet e mirë.
tani të pastrojmë dhe në që këto anët, që unë I pudros që mos duken si... Pas ke patur të drejtë që nuk ka rëndësi të jetë e gjitha e mbuluar me krem. Jo, që të duket një qikë shumë. Po të tjera nuk doja hedhësh për shumë dhe një arë kështu, aty këtu. Shiko, o do të bëni me arë o me këtë. Tani aty këtu mund të bëni, do me thënë, nëse duam, që të hedhim një kështu. Por këto do më pëlqenin shumë, do me thënë, që t'i kalonim pak në tigan. Marrin ato aroma. Edhe pastaj t'i hedhim. Tani, si thua ti, do që të hedhim apo tani? Jo, mua mirë më duket me kaqë, se do të angarkojmë shumë. Le të dihet ajo shia e festivës e shumë e mirë. O me tjetër, ne me thamë ide dhe qëfar t'ju ndodhen anë visave në shpi. Dhe nëse nuk ju ndodhet, nuk ka problem. Lëreni vetëm me si tuash me kremin dhe me petët, për sëri do t'keni një gjë shumë të mirë. Okej. Tari një qik tani këtë kam një qik merak. Tani duhet të ftohet, apo jo? Po, të ule temperatura. Jo se nuk konsumohet edhe kështu. Po që të mpikset pak, të marri pak form. Gjithsesi, kanti këtu për 12 veta nuk ka. Nuk ka thua? Se kjo është e shishme se nuk mund të mjaftohesh me një cop të vogël, do pak... Dojnë qik më tepër, thua ti. Mu me dhe që po. Ashtu. Të lumë shënduart. Falim deri, nuk e di ku e lam tani të pa... Të papshirë, jo, mua më duket e pastër. Atëherë, do doja që, do kemi ko besoj të bëjmë edhe omletën. Ndërkohë, po, unë dua të lexoj pak recetat. I kemi parë në ekran në fillim fare, në pjesën e parë. I kthehemi edhe një herë për ju që s'na keni parë nga fillimi dhe po shikoni 2 tavat e përfunduara Kati. O Kati, po e pastër, shumë e rrotullon nga të gjitha ekran. Ja, më ja ku duket këtu. Ja. Ti lexoj recetat tonë? Mund t'i lexosh. Hajde, shojmë pak recetat në ekran. Çfarë kemi bërë ne sot? Të dyja janë të thjeshta, janë receta që mund të bëhen për gjysore, kështu që edhe një ëmbëlsirë, edhe një recetë të kripur, siç është lakrori pa petë me kunguj të njohur, mund të jenë alternativa juaj e së hënës. Me një xhiro tek Neranzi, bëni pazaret si ne dhe përgatisni lakror pa petë me kunguj të njohur. Recetë e cila do 4 kunguj, 3 lugë oriz, 4 vez, 1 filxhan pana, gjysmë filxhani me qumësh, 4 lugë vaj dhe 1 lugë krip. Qumështor me petë të pjekura me gjalp e krem, çfarë do? Do gjysmë pako me peta për ëmbëlsira, 100 gram gjalp, kremin e kemi përgatitur me 1.5 litër qumësh, gjysmë filxhani sheqer, 3 lugë mjalt, 4 të verdha vezësh, 1 lugë miell ermik, 2 lugë miseshte, 1 lugë gjalp të freskët, 1 pako vanilje, do krip, ara të thërmuara, fistik ose petë zabajamesh, si pas dëshirës dhe mundësisë që ju keni. Ne kemi përdorur fistikët e grirë që janë në një paketim të madh tek Neranzi dhe ju e përdorni disa herë për shumë gatima. Do të bëjmë tani omlet me të bardhat e vezëve dhe tërshër. Na duhen të bardhat e vezëve, na duhet tërshëra, spinaq, bishta qepësh, krip edhe piper. Omleta përgjithsisht mund të lëvizet me përbërësit, nëse s'keni njërën, keni tjetrën, varet çfarë ju ndodhet në shtëpi, gjithmonë dalin të shishme të mira, shpesh janë zëvendësuesi vakteve, pra nëse nuk kemi bërë diçka të tjetër kur vezëve apo omletës, ne i shtojmë edhe spinaqin, shtojmë edhe perimet, apo ingredientë të tjerë që na ngopin, siç themi zakonisht, mund të jetë edhe një drek për ju. Ndërkohë ne kemi vetëm të bardhat e vezëve, me qenë se të verdhat e tham në fillim i përdorëm për të bërë kremin e qumështorit, ato të bardhat mos i çoni dëm, përdorini për të bërë një omlet si ne sot. Dhe është e shëndetshme. Edhe ta jap të hap. Edhe hape Anila thuaj këtë tani. Kemi tërshërën e imët. Tërshëra tek Neranzi vjen në disa variante, vjen në formën e pluhurit, vjen në formë të imëte më të thërmuar, gjithashtu e keni dhe në kokën më të plot, varet për çfarë ju e përdorni, është tepër e shëndetshme për të nisur ditën apo për ta mbyllur atë me një smoothie të thjeshtë në mëngjes me sa fruta të thata, me pak kos apo me qumësh siç ju ta preferoni. Tërshëra është një ndër ato super ushqime që mirë është të jetë pjesë e dietës sonë. Sidomos këtë lloj recete e bëjnë si thua djemtë të rinj që kanë nevojë domethënë të bëjnë ato muskujt, marrin protein që duan. Po pse djemtë jo vajzat? Qoftë edhe vajzat. Por unë këtë ma bënin vetë çunat në shtëpi, nuk prisnin t'ua bëja unë, po e bënin vetë. Edhe madje i merrnin dhe hidhnin poshtë të verdhat, sepse s'kishin si çfarë do i bënin, përdorin shumë.
nga 8 dhe 10 të bardha veze për një vakt. Shiko, me që ma kujtove, për ata që duan t'i kenë veç të bardhat dhe veç të verdhat, që të mos i hedhin edhe t'i qojnë dëm, tek në ranci keni disa shishe, të cilat vinë me vezë brënda, pra vezë të freskët, që është e bardha e ndarë më vete, ka dhe mix pa diskutim, por ka edhe të verdhën më vete. Pra, për të zgjedhur ato që ju doni, shkruani tek në ranci dhe pyesni për këto vezët në shishe, sepse do të gjeni zgjidhje në fakt. Tani duhet të kalojmë linjën me njëherë të departamenti i informacionit.